Miqtë mi, mirë dita dhe mirë se erdhët në transmetimin ton të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, edhe këtë 8 mars, ku urimi i parë i shkon të gjitha grave, kudo që ndodhen, nënave dhe motrave, vajzave, qofshin gjithmonë të realizuara dhe luftofshin gjithmonë për të drejtat e tyre. Ndërkohë, ditën e sotme në këtë studio, padyshim do të kishim një grua, ajo është vetëm 32 vjeçe nga qyteti i Shkodrës. Kush është 8 mars i saj? Na një kronika e përgatitur nga gazetari Odeta Duma. 8 marsi njihet në të gjithë botën si dita e gruas. Kjo ditë shërben jo vetëm për bashkimin e grave pa dallim feje, race, kulture, gjuhë dhe prejardhje, por edhe për të kujtuar përpjekjet për barazi, paqe dhe drejtësi. Në këtë ditë të veçantë, emisioni Me Zemër të Hapur do të sjellë në studio një 32 vjeçare nga Shkodra, e cila nuk ka pasur kurrë mundësinë të urojë nënën e saj në këtë ditë kushtuar nënave. Jeta e Qamile Muharit ka qenë e vështirë, e mbushur me vuajtje, dhimbje dhe varfëri. Ishte foshnjë vetëm 6 muajshe kur babai ndroni jetë dhe nëna e braktis, duke rifilluar një jetë të re. Ajo u rrit nga gjyshja nga ana e babait deri në moshën 15 vjeçare, ku më pas u martua dhe solli në jetë 2 fëmijë. 32 vjeçarja ka një vajzë 15 vjeç Adelinën dhe djalin 14 vjeç Shabanin. Martesa e saj ishte destinuar të dështonte. Çifti jetoi vetëm pak vite dhe më pas u divorcuan. Arsyet ishin më nga banalet. Qamilia jeton aktualisht vetëm me djalin në banesën ku ajo u rrit me gjyshen, ndërsa vajza ka emigruar me babain drejt Italisë. Marrëdhëniet nën e bij janë të rregullta, pasi flasin në telefon dhe sa herë që vajza vjen me pushime në Shqipëri, takon maman dhe të vllajin. Sot, kjo 32 vjeçare nga Shkodra do të rrëfej jetën e saj, ku do të japi dhe një mesazh të fortë për të gjithë nënat shqiptare. Ky është 8 marsi dhe jeta e 32 vjeçares, e cila është nënë e 2 fëmijëve, njërin prej cilët e kemi të ftuar në këtë studio, ndërsa vajza e saj jeton me babain që prej divorcit të zonjës me ish bashortin e saj jetojnë në Itali dhe ka komunikime me vajzën 16 vjeçe. Me mua në studio Qamile Muhari, përshëndetje, mirë se erdhe. Gëzuar 8 marsi. Gëzuar. E pash që nga kronika u preke, megjithatë nga komunikimi që kam pasur me djalin të cilin e kam të ftuar në këtë studio, her pas here lotët nuk rreshtin nga portreti jot për gjatë gjithë muajve dhe ditëve të vitit. Pse kështu, Qamila? Sepse jeta ime vazhdon kështu. Unë jam rrit me gjyshen, me nanën e babit, dhe me thonë, baba im ka vdek, mu më kalon 6 muajshe, u rrita me gjyshen në rriti, dhe me thonë, dërë moshën 15 vjeqe. 15 vjeqe martoj, kam ba 2 fëmijë, u divorcova, për asaj ditë jeta jeme ka kanë për ditë ma keq dhe me thonë, për aty për moshën kur më dish babaj, mami i ku martu dhe në la, nuk kam konë. Do flasim Qamila me detaje për historinë tënde, se është një histori e dhimbshme. Në fakt, ti jo vetëm që je braktisur nga nëna, por edhe mbas shumë viteve që ke gjetur nënën, ti je refuzuar për saj. Po. Ndërkohë që vajza është 16 vjeçe, vajza jote. Po. Me vajzën mban marrëdhënie. Po. Apo jo? Po. Ish bashorti jot, babai i fëmijëve, nuk ta ka mohuar këtë të drejtë. Asnjëherë. Apo jo? Po. Kush është mesazhi që do të japësh nënës tënde në këtë 8 mars, në këtë fillim emisioni, duke shpresuar që ajo na ndjek dhe mund të reagojë? Uroj një 8 marsa, jo veç këtë vit, por gjithë vitet e tjera, t'jetë mirë, edhe pse këthen kryt ka unë nuk është asi gja, sepse e du, nuk është se du, në momin tem. Do flasim pas pak se ku gjëndet nëna jote, dhe kush është historia e dhimbshme, çfarë kërkon të japësh një mesazh ditën e sotme për të gjithë ato që na ndjekin, por veçanërisht për gruan shqiptare. Apo jo, sepse ke një mesazh, sepse përpara vetëm një muaji
dhoma të cilën të kalon gjyshja jote dhe e trashëgon, është djegur plotësisht. Po. Ndërkohë që ke trokitur në dyert e Bashkisë së Shkodrës, e cila drejtohet po nga një grua. Po. Do flasim pas pak. Faleminderit. Le t'i urojmë mirëseardhjen djalit tënd Shabanit, përshëndetje, mirëseardhje. Një 8 mars sa më të gëzuar për mamin. Po mesazhet për mamin kush është? Dhe dua shumë gjithmonë edhe inshallah ka mundësi me festu sa më shumë 8 marsin e saj, se s'kam pas kur fuqi që mi eru diqa për shembull ose i lule i gjë më të vogël, s'kam mujt. S'ke mujt. Ky dialekt i bukur shkotran do të na shoqërojë me shumë dhimbje dhe lot ditën e sotme në studion e emisionit Me zemër të hapur, megjithatë ne patëm një komunikim së bashku. Një nga vërejtjet e tua për mamin, dhe nuk e di a mund të quhet e tillë apo jo, është që lotët nuk i largohen asnjëherë nga syt. Por kjo ishte një kërkesë që ti ma bëre mua drejt për drejt. Ma the edhe këtë tëmet që mami jot ka, po ndërkohë unë të shoh shumë të prekur ty. Ti nuk i reziston dot lotëve të mamit edhe ti loton bashkë me të? Kështu ka qenë jeta jote zemër? Gjithmonë. Si ke marrëdhëniet me motrën? Shumë mirë. Shumë të mira. Ajo është 16 vjeçe sot. Edhe ajo feston. Normal. Çfarë do t'i urosh motrës tënde? Edhe që një vite më të lumtura se në këtë tokë që jene sot nuk ka një të ardhme. Unë për veti s'kam. Nëna em gjithashtu do jetë pu për më hangër diqa. Ma shumë keq. Nuk mune me jetu. Do flasim Shaban së bashku edhe për historinë tënde, bashkangjitur atë të nënës tënde, por me sa duket ditën e sotme e kemi nisur me trishtim edhe pse është një ditë ku zakonisht femrat shqiptare festojnë dhe nuk arrin të protestojnë për të drejtat e tyre, të drejtat të cilat i takojnë edhe nënës tënde, Shaban. Zonja Nexhi Beqiri, avokate, përshëndetje, mirë se erdhe, gëzuar festën ty dhe Lorela Garulit, pedagoge e psikologjisë, përshëndetje të dyjave. E kemi nisur trisht në fakt sot, apo jo? Në fakt ka konvenuar shumë i rasti, sepse normalisht në kuptimin që ka festa është dita ndërkombëtare e luftës së grave për të drejtat e tyre. Kështu që është rasti tipik i një femre që ndoshta nuk ka luftuar sa duhet, por që duhet të luftoj për të gjetur veten e vet, për të gjetur ato energji, për të gëzuar vet, po dhe djalin që ka pranë saj. Në traditën shqiptare kjo festë është, si thuash, një ditë e gëzuar. Jo të gjithë e kanë këtë shans. Ato që kanë ato mundësi ta gëzojnë dhe më shumë sot, të festojnë, ashtu si që ka menduar se cila apo se cili grup i grave, kurse për ato që s'kan mundësi për të festuar, sinqerisht me shpirt i uroj të këvin ditë më të bukura për të gëzuar. Me fëmijët, me të afërmit, me gjithë shka që ato kanë në shpirt. Ashtu si që uroj dhe Qamile sot, që të ketë ditë edhe më të bukura. Në fakt, teksa shikon Qamile dhe historinë e saj, është një moment reflektimi dhe pasqyra ku duhet shihemi të gjithë. Në qoftë se ne këtë 8 mars organizojmë nga mënyrat më të ndryshme, ashtu siç thatë ju, shpenzime maramëndse, ka dhe gratë të tilla, të cilat nuk kanë mundësi, qoftë edhe për të festuar, qoftë për bërë edhe një telefonat tek njerëzit e tyre më të dashur, për të bërë atë urimin. Dhe Qamile e pati mundësi që ditën e sotme t'i uronte nënës, e cila e braktisi, por edhe kur e gjeti, e refuzoi atë. Megjithatë ajo ja uroi këtë 8 mars dhe prandaj gratë ditën e sotme duhet të kthejnë syt nga emisioni Me zemër të hapur për të kuptuar se nuk mund të derdhësh shumë amaramëndse çdo 8 mars, të bësh atë kënaqësitë e tua vetjake, sepse ky 8 mars është për të reflektuar të gjitha ne. Dhe nëse nuk reflektojmë ne dhe nuk i shtrim dorën njëra tjetrës, dhe sidomos këtyre personave në nevojë, unë them që 8 marsi nuk ka kuptim. Më ka miratuar Lorela gjatë gjithë kohës edhe fjalët e avokatës dhe të falenderoj që je me mua në këtë studio. Faleminderit dhe ty. 2 fjalë për ta mbledhur pak veten edhe Qamilia, se është një nga pikat e saj më të dobta lotimit, paktën djali ma tha përpara se të hynim në transmetim. Po duket që ka një ngarkesë shumë të lartë emocionale. Për vetë historinë që është, po dhe fakti që në fokus saj është mëmësia, është fakti që është rritur pa prindër, që është martuar e re herët, që është divorcuar e tjerë, dhe po ta vëmë re nga ky aspekt, domethënë, janë gjitha betejat e gruas shqiptare. Në një farë mënyre, ti sot personifikon për fat, domethënë, jo të mirë, janë gjitha të akumuluara, dhe unë ritheksoj që janë betejat e gruas shqiptare që nga
që nga pamundësia për të edukuar, për të shkolluar, për të punësuar, për të qenë e pavarur, për të bërë zgjedhjet e saj, për të mos u martuar kaq e re, për të mos marrë një burr të cilin nuk e do, për të mos pasur pasojat e divorcit e tjera, sepse ne gjithmonë flasim për barazi gjinore, flasim për të drejtat barabarta, por këto mbeten utopike, mbeten teorike dhe asnjëherë nuk materializohen, sepse sigurisht që është shoqëria e cila nuk është mikeshe gruas, unë e konstatoj me shumë keqardhje faktikisht do ditë më shumë, por është edhe shteti i cili nuk është një mik apo një përkrahës i gruas, duke qenë që gjëja kryesore që do t'i vinte në ndihmë grave si Qamilia, por dhe të shumë të tjerave të histori që ne këtu kemi pafund, është fuqizimi ekonomik i saj. Mund duket që ngarkesa emocionale e Qamiljes është përcjellë edhe tek Shabani, tek djali. Sigurisht, djali është, fakt, duket nga ata fëmijët që janë rritur para kohe. Do të thotë që është 14 vjeç apo jo, edhe gjithsesi tregon një lloj pjekurie apo një nivel empatie, quajmë ne në psikologji, që gjithmonë i qëndron afër nënës dhe e kupton atë. Duket fiks nga ata fëmijët që është rritur nga vështirësi. Unë në fakt me avokatën kapa edhe një pikë për të diskutuar gjatë emisionit të sotëm, i cili është një problematik për të gjitha divorcet shqiptare, por që ka ndodhur krejt e kundërta me Qamiljen. Dhe ajo është një pikë e gëzueshme, nga ku mund të marrin shembull frymëzimi të gjitha çiftet që divorcohen. Është pikërisht lidhja që Qamilja ka me vajzën, dhe kjo fal edhe ish bashortit të saj, i cili ka lejuar që Qamilja të ketë pra komunikim dhe të mos shkëputet nga vajza. Ndërkohë që zotria nuk e ka bërë atë me djalin, dhe ne do flasim pas pak. Duket, dhe do të them një pyetje që besoj se Qamilja ja ka bërë shpeshherë vetes. Sikur Zoti të gjitha këto betejat për cilat ti fole i ka grumbulluar vetëm tek një individ. A mund ta përballoj dot e vetme të gjitha këto beteja, të cilat ti quajte beteja? Në fund, atë luftën e madhe të këtyre betejave do ta fitoj Qamilja? Shiko, unë mendoj, besoj që çdo njeri, është një shprehje që thotë që njeriu mund të ngushëllohet apo tregohet pak optimist gjithmonë në rast se mendon që mund të shkonte edhe më keq. Do të thotë që si e mira ashtu dhe e keqja s'ka fund. Megjithatë, përtecur përpara, unë kam përshtypjen dhe i them edhe që të paktën të kapet tek pikat e veta të forta. Do të thotë që ka një djalë që e do shumë, që i është afër, që i rri pranë, që do të thotë ishte shumë bukur të dëgjoje një 14 vjeçar sot faktikisht që të thoshte që do t'i urojmë 8 marsin mamit gjithmonë dhe uroj që vitin që vjen apo më vonë dhe me një dhuratë cilën nuk ka mundur kur t'ja jap. Kjo është një gjë shumë e bukur. Do të thotë që është e vërtet që jeta ndonjëherë nga një dorë të hedh, nga një dorë të pret, dhe ajo që ndodh është që ne përtecur përpara të paktën duhet kapemi tek ajo dritë sado e vogël që kemi. Faleminderit Lorel, dua të kaloj tek Shabani, por shoh që është e pamundur me të, se doja të pyesja Shaban se si kanë qenë 8 marset e nënës tënde të kaluara, jo vetëm ky i sotme. Megjithatë, unë po të lë të qetësohesh për të filluar dhe për ta njohur më nga afër jetën e nënës tënde. Zonja Qamile, do të flasim pak për jetën e tënde që në moshën 6 muajshe, aty ishte edhe beteja e parë që ti humb me këtë jetë që me të thënë vërtetën është shumë e vështirë, apo jo? 6 muajshe të vdes babai. Në atë moment nëna largohet. Si ka qenë fëmiria për ty? Qysh moshën 3 vjeçe, kërkosha babin, dhe me thonë, edhe mamin tem. Gjyshja nuk ma thote se mamit ka ik, po thote ka ik diku me punu e këshu, kurse për babin më kajnë marrë, më kajnë qute vorri, edhe vetë të manë fotografi se kam Sa vjeç që ke qenë? Mund kem kanë të 5 vjeçe a ishto. A i dinte një 5 vjeçare se çfarë ishte ajo pjesa e mermert e varrit? Thjesht thoshin, kjo është jeta e vërtet ku ka ardhë kë. Edhin, këtu kena marrë gjithë, se ma thote gjyshja se tashim ka dek. A rrihet ta konceptoje në atë kohë Qamile? Nuk e ka ashtë se e kam prit me shumë dhimbje, po ma mrapa masa ne pa. Po se shkosha, po të thush njëherë njavë aty të vorri, shifsha foton e kësho. E kisha të vështirë, dhe më thonë. E kisha shumë të vështirë. Kur more vesh çfarë ka ndodhur me nënën tënde, e cila të kishte braktisur në moshën 6 muajshe, edhe pse gjyshja ishte munduar ta justifikonte dhe ta zbukuronte largimin e saj? Prej gjyshja se kam marrë vesh, i kam thënë pse mami e miku e në la, ishte tha shumë e rej se babijat e latëri kur diqës, edhe ajo ka jetën e vetë, dhe me thonë. Pse nuk të kishte marrë me vete? Ka qenë ndoshta një kompromis midis nënës edhe gjyshes tënde? Aja ka dash, por gjyshja nuk do të që ne me në lanë me një burë tjetër. Ma mirë, thote, ju kam ju riz vetë.
Sa fëmijë keni qenë ju? Unë edhe vlaj, e Ti kam dhe me të meta menor. Vlan, Është person me aftësi kufizuara. po nuk e kam këto, dhe me thonë. E kanë marrë njerëzit e mija shtetit sa i ka kanë me zemër, edhe ka pas shumë nevoj për me i kanë nej. Pa jashtë, dhe me thonë, me të meta menor. Të kuptoj. Megjithatë, Qamile, dua di pak për nënën tënde. Vërtet ishte një kompromis midis vjerës dhe nuses, që ajo të largohej dhe të ndërtonte jetën e saj, duke ju lënë juve në kujdesin e gjyshes tuaj. Dhe gjyshja juaj e ka bërë më së miri detyrën e nënës, apo jo? Ajo ka qenë dhe gjyshe dhe baba dhe nënë për ju, apo jo? Çdo gjë ka kanë ajo për mua dhe për fëmijët. Po nëna pse se ktheu asnjëherë kokën pas për ju? Se di. Ndoshta nga që i ka bata dy fëmijët e tjerë i duken ma dashtën, nuk e di, se si unë s'jam zemër në asaj, si ashu aja. Mbas sa vitesh e ke takuar për herë të parë nënën tënde? Kam kanë moshën 10 vjeqe, kur kam shku, ma të regu në shpinë, aty ma hapi derën edhe më tha qa do në ti këtu ikë. Nuk më pranoj dhe me thonë, Të njohu që ishe ti? Orna? Të njohu që ishe ti? Ishe vajza e saj? Po, e dita ja, e dite se unë jam vajza e saj, unë dosha me e taku, thosha kush është mami jem se du me e dit. Ma të regunen edhe shpinë e tonë, shkova aty, i rash deres, ma hapi derën, tha, qa dënë ti këto ikë për këto e din, kam i këto qaj dhe me thonë, po prapë dosha me e taku, e kam taku edhe një herë, më ka thonë unë nuk mune me të pranu në shpi se kam burin e kështu, mësë nëja si kontakt mamës. Pra, gjithsej në jetën tënde 32 vjeçare, ti ke takuar nënën tënde vetëm 2 herë. Po. Kur ka qenë hera dytë? Sa vjeç ke qenë ti? Sa mund kem kanë. Atëherë kur u dava me burin dhe me thonë, qysh 18 vjeqe e di, kur e kam që erdhi dhe me thonë me pyjtë se u dava, dhe qysh atëherë me thonë nej, s'kam pas nej. Ku jeton nëna jote? Ajo e ka shpinë vetë, Ku jeton? Një aty në Shkodër. Pra, jetoni në të njëjtin qytet? Po, Shumë afër njëra tjetrës? po. Dhe ajo absolutisht nuk tregon kujdes për ty? Jo, ajo ka lënë edhe asaj rrugë edhe nuk di njëherë me këthy kryt, me thanë, e kam një fëmi këto, shkaj ta qyrit pakten, mos mu, po djallin. Nuk dënë edhe unë e kam lënë qetë, dhe me thanë, nuk ka se e kam të razu. Çfarë ndjen ti nga refuzimi i saj? Njem shumë keq. E megjithatë edhe pse ndihesh keq, ti ke bërë urimin më të bukur në botë sot. Po qoftë mirë, jo veçaj për gjithë nënat shqiptare. Nëna ka dhe 2 fëmijë të tjerë. Çfarë janë? Djallë dhe vajzë. Djalë dhe vajzë. Sa më të vegjël se ty janë? Jo, motrën e kam 20, vllahën e kam 18. Ata të njohin ty? Po, ata i kam dash gjithmonë, dhe me thonë. Komunikoni? Po. Komunikoni? Kam komuniku e tani, një kam majtë edhe të shpia jeme, përnvarësisht se s'fliqam ata, pa ata i dosha, dhe me thonë. Isha shumë e lumtur që mi kishte bata. Në fakt, duke lënë më një anë momentin e braktisjes nga ana e nënës dhe vdekjes së babait, refuzimin që nëna të ka bërë 2 herë në jetën tënde, dhe ti ditën e sotme ke atë mirësinë dhe edukatën e gjyshes, e cila është përkujdesur më shumë dashuri për ty, ti i çove urimin më të bukur në botë. Megjithatë, në moshën 15 vjeçare, gjyshja vendosi të të martonte, apo jo? Po. Si ishte ky moment, më flit pak? Normal nuk dosha. Nuk dosha se dosha me vazhdu një shkollë. Edhe isha shumë e vogël, nuk disha, isha fëmijë. Aja do të me martu, se do të me më patë rahatume, dhe me thonë. Thosha dhe të jabate pse des, pak të në ti e rahatume, edin, se burin e kam majtë të shpia jeme, se s'kishte shpi. Unë si fillim nuk dosha, dhe me thonë. Masë nej, u baja gjase, su pyta. U ba, për 2 vjetë që i kam nej me burë. 2 vite ke qëndruar me burrin vetëm? Sa kam ba fëmijët, atëherë ka iki. Si kanë qenë këto 2 vite me bashortin ish, tashmë? Me bashortin ja kam kalu shumë mirë, nuk është se s'kam kanë mirë, kam kanë shumë mirë, po si adoleshentë, si fëmijë për vedi, unë 16 vjeçë e bana vajzen, isha fëmijë për vedi. Burri do të shumë gjana, do të pastërtin, do të shumë, kishte shumë, da me thanë. Unë nuk arriqa me i bata gjana që do të aji. A kuptan, isha e vogël e rejtë. Nuk di se si me të shpjegu.
Emilia, si ishte momenti kur të komunikojnë ndarjen bashkëshortit? Shumë i vështirë. Ta tha dhe arsyen, apo jo? Po, Arsye cilën ti sapo e ndave me na. po, Si u ndjeve kur të tha? shumë keq. Po gjyshja si reagoj? S'kishte qa me ba, vetë se e di se ka vujt shumë, me rritë 2 fëmijë bashkë me mu. Se tash nuk e kam, më ka tek. Në ato moment, Shabani ka qenë vetëm 3 muaj, apo jo? Pse kjo ndarje fëmijëve? Ish bashkëshorti mori vajzën, ku zakonisht prindi mashkull I me la, fëmijë dhe me mashkull. thonë, atëherë u këthy prap, kur ai ishte i martum, u këthy, ma kërkaj me dëshirë, se ke dëshirë të me malon. Unë atë dosha me njës pakten vajzën për një jetë më të mirë. Aja sa të shumë mirë me shkollën e me tanë, është një zanë se mërkullushme, e dënë shkollën, faleminderit Zotit që i hecë aja shkollë. Në duhet të thuash vetëm faleminderit Zotit, por edhe punës jashtëzakonshme që ka bërë babai i saj, apo jo? Po, faleminderit. Edhe zotëria është për të edhe për ti, përshëndetur. po, shumë. I a di shumë për faleminderit. Është nxënëse e mirë. Shumë. Dhe ti jesh në Itali një nxënëse e mirë, nuk është as pak e lehtë. A shumë e mirë, vetëm me dhejta. Bravo. Dina Këtu dhe je katër realizuar, apo jo? Në këtë drejtim je realizuar. Jam shumë e kënaqur me te. Kurse Shabani s'ka mujt me ja vazhdu shkollën. S'kam pas forcë, vetëm me një punë, s'disha çat basha, tash jam krejt edhe pa punë. Mirë. Do flasim pas pak për gjitha vështirësitë që keni kaluar të dy bashkë, se si jeni rritur të dy bashkë, si po e vazhdoni jetën të dy bashkë. Vetëm Shabani do m'japi fjalën që nuk do prekesh më. Atë problem që kishe me mamin, më duket se të ka infektuar edhe ty, apo jo? Do m'japësh fjalën, në të kundër në qoftë se nuk e përballon dot transmetimin, Shaban do jemi detyruar të largoj nga kjo studio. Do bëhesh i fortë. Ditën e sotme, le t'ja zbukuroj mamit me këtë emision jetën. Paktën për kaq minuta sa ka mbetur ky transmetim, ma premton. Faleminderit. Miqtë e mi, ndjekim një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi një herë në studio. Miqtë e mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Vazhdojmë bashkëbisedimin me 32 vjeçare nga Shkodra, me Qamilen, e cila po tregon hap pas hapi historinë e saj. Qamile, besoj se na mjaftuan për të mbledhur forcat këto minutat hapësirës publicitare, si ty edhe djalit, apo jo? Ju shikoj që jeni të fortë tashmë, megjithatë kemi arritur në pjesën më të vështirë të jetës tuaj. Ajo çfarë më ka bërë më tepër përshtypje dhe të urova që në pjesën e parë është pikërisht fal ish bashortit tënd, komunikimi me vajzën është i jashtëzakonshëm. Po. Apo jo? Sa herë në vit e shikon vajzën? Nuk është se vinë shpesh, po sa herë që i vinë ai ma bjen, domethënë. E shaf. Dhe komunikimi telefonik është i përditshëm. I përditshëm. Je një nën gjysmë e realizuar. Pjesa më delikate e familjes, siç është vajza, është realizuar. The është një vajzë e shkëlqyer me të gjitha vjeta. Dhe pak përpara se të futeshim edhe në transmetim, the një detaj shumë të rëndësishëm për vajzën. Po. Ajo kërkon të bëhet mjeke? Po. Doktoresh, për doktoresh ka qef me vazhdu. Dhe ka shumë studion sa? Shumë, deri në orën 1 saj edhe flokti ka nga prej stresit, prej mësimeve, kështu. Kur them një nën e realizuar gjysmë, pikërisht tek arsimi do ndalojmë, kemi Shabanin që kam përballë me i cili ka bërë vetëm 3 klasë shkollë. Po. Dhe ju jetoni mu në mes të Shkodrës. Po. Si ka mundësi që djalin e ke lënë pa shkollë? S'kam pas forcë me ja vazhdu, s'kisha forcë. S'kisha forcë me ja ble libra, do të shumë gjana, do të teshen e rej, i do të tëna gjanat, nuk ke delsha do të me një rogë 75.000 lekë. Në atë kohë, ti kishe vetëm një rogë 75.000 lekë të vjetra. Po, tash jam krejtë pa punë. Prej sa kohësh nuk punon? U ba gati një vit, se shkoj vende, dhe me thonë. Nuk ke një punë të përhershme? Ja, Megjithatë, unë shikoj që djali është shumë mirë i veshur nga ana jote. Ti përkujdesesh për djalin. Po mirë, ti nuk ishe mundësi financiare. Po ata të shkollës, të bashkisë. Nuk unë, asi që të dojtë nimet, asi gja, nuk në nimojnë ata. Librat janë të detyruar të japin falas djalit? Ja, asi herë. Askush nuk u interesua qoftë edhe nga shkolla për djalin? Që pse po ja ndërpret në klasën e 3 shkollën djalin? Ja, as kërkush. Si ka mundësi? Ja. Këtë normal, këtë më shkeli makina thej kamen, edhe 3 muje, 3 javë neti në alqi.
normal se shkova te shkolla morra leje se ka thy kamen, po se më ardh mësusja ne kush me thonë bjerë në shkollë ose me ta ba një nim për libra e diçaja as kërkush. Po megjithatë mediat kanë komunikuar shumë për këtë fakt. Ti vetë nuk je interesuar në qoftë se djalit i takonin librat me rimbursim apo jo? Po, kam shku ato me rimbursim, edhe nuk mi kanë dhënë. Nuk ti kanë dhënë? Ja. Po me çfarë arsyetimi, se duket pak e pabesueshme? Nuk e di, vetë se di, nuk më kanë rënë mbrapa për asnjë gjë. Me datën 3 shkurt, Qamile, ty të dojgjë banesa, në qoftë se mund të quhet banes, një dhomë që e kishe trashëguar nga ana e gjyshes tënde. Po. Çfarë ndodhi me datën 3 shkurt? Kështu që s'kena kanë mërëm, për kurrentit, nuk e di as vetë si më ka ardhe, djegja shtëpis, pa e di se për kurrentit, për një prizes. Se i kisha, nuk i kisha instalimet e rregullta e kështu. Sa metra katror ishte ajo dho? Normal krejt shtëpia, domethënë. Krejt shtëpia. Ma djeg. Kjo ka qenë e gjyshes tënde dhe më pas tala aty, apo jo? Me tapi, me tana. Me tapi, me gjitha e keni, të paktën streon e keni. Po. Por që tashmë shkatruar gjithçka, është djegur gjithçka? Komplet. Ku ke jetuar për gjatë një muaj e pak ditëve? Aty mren. Po si Pa jetoni dy, aty? pa pigjere, mi kallon halla jame në 3 batanie, 3 astik, aty mren flej. Aty brenda flini? Po, vetë se, ja, shumë pak kam hi me rregullu, dhe me thonë se s'kam, shumë pak, prapa aty, pa dy, pa pigjere jam. Kush lajmëroi që shtëpia po digjet? Mora vesh, po unë isha një aty të halla, dhe me thonë, vetë se kur doli flaka. Ndërkohë shkove, u interesove në Bashkinë e Shkodrës? Po, as një dhoj njima, as një ditë qas. Kë ke takuar në Bashkinë e Shkodrës? Nuk më kanë lanë me hi me taku Vëltan Ademin. A, ke kërkuar një takim drejt për drejt me kryetaren e bashkisë, nuk të lanë? Jo, Po pse? se di. Në qoftë se do ta takoje kryetaren e bashkisë së Shkodrës, zonjën Ademi, çfarë do t'i thoja? Do i thosha, më bate pak njëm për shpinë, për djalin me mujt me ma fut në shkollë. Po pse duhet lutesh diku për djalin, për të shkuar djalin në Po, shkollë? me ma një drejtë, se as njëri nuk ma ka lanë, as një dhej drejtet, se ku me shku qa me ba. Vetëm se nuk di se si ta shpjegaj, nuk ta varin hiq. Me çfarë të ardhura sheton ti? Shkejta halla jeme, 3 herë në ditë hojmë ne, ka i pjo gjellë. S'kam as puna si sen, këta janë të ardhnat e mija. Pra ti ushqehesh vetëm me atë çfarë të jep hallat. Edhe kujshit, se më dojnë shumë 3 fort. vaktet. Po, edhe kujshit që më binë, ka i pjo gjellë. Kush mundet për të ndihmuar? Kështu jetoni ju prej sa kohësh? Kështu, për shumë vitesh. Prej shumë vitesh. Po, Mirë, djali është goxha i rritur, ai është 14 vjeç dhe unë do flas për një aspekt tjetër. Ashtu si je ti një nën gjysmë e realizuar, duke qenë se djali nuk është arsimuar, e kundërta e vajzës, ashtu si ti ke komunikim të drejt për drejt me vajzën dhe të përditshëm me të, por fizikisht edhe ndoshta një herë në vit apo 2 herë në vit sa herë kanë mundësi vinë të takojnë, e kundërta ndodh me Shabanin. po, Ai nuk ka komunikim me babain. jo. Si ka mundësi? Nuk ka dash veti ati, nuk ka se i refuzon në kështu si fëmija, si diqa, por nuk do në veta i për me folë, nuk e di. Kur është larguar babaja, e ka qenë vetëm 3 muajsh. Po. Ka folë vetëm për derisa arrit, për moshën që e ka lane, derisa boj, ka thëmë se ka folë vetëm 3 herë, edhe shumë pak. Po fizikisht janë takuar ndonjëherë? Janë taku. Sa herë fizikisht? 1 herë. Një herë fizikisht? Dhe për gjatë gjithë këtyre viteve nga 3 muajsh deri në 14 vjeç, 3-4 herë në biseda telefonike. Asi 2 herë, ma, se as 3-4 herë, ja. Nuk e di pse duket sikur përsëritet e njëjta histori tek ju. Nuk do na i vetë për me folë, është vetë si tip. E ke pyetur ndonjëherë vajzën pse nuk kërkon? Nuk do, nuk komunikon është me të thë se donë, por nuk mune të të me janë një zanin, nuk e di. E ka emocionale, thoni ju, jo se nuk do. Jo, nuk është se s'do, se po mos ta do të... Në këto ditë të vështira, nuk ju gjendet babai i fëmijëve pranë? Ka pru vetëm 150 euro, jo ma shumë. Nuk ka mundësi ma shumë. Mirë, kuptoj. Megjithatë dua të flas pak me Shabanin. Shaban vetëm 3 klasë shkolla, apo jo? Pse nuk vazhdove më tutje? S'kisha mundësi. Si është dita jote? Çohesh në mëngjes deri në mbrëmje? Një maj punëtore në shpis, kam arsye tjetër.
ose shkaj të halla, marrë diqa më hangre, kja dita eme. Që ose ka lej kohën 1 orë gjysë, më në mund një të koshia me netate. S'kam ditë tjetër përvërsisht. Me bashkëmoshatarët si ke raportet? Mirë, besoj. Ke shok? Po. Ato shkojnë në shkollë? Po. Çfarë tregojnë ata? Për të përditshme e tyre në shkollë? Thojnë, hajde në shkollë, mësom, ka herë talë me zishen, që janë të përditshme që bëjnë. Si ndjesh ti përballë kur tregojnë gjithë ditën e tyre në shkollë? Zohem, më nej me shku, po në alem, më nej për me hinë punë, po ashtë të tjerë. Je munduar të hysh në punë? Ka refuzuar për shkak të moshës? Ti nuk e tregon moshën. Po të tregon që je i vogël. Çfarë të thonë në momentin kur troket për punë? Çfarë thonë? Që e në gjenjë me ba, unë i thamë qërë të loj punë në mune me ba. Që e parë thonë sa vjetë që je. Unë i kam thamë 15 tje, ka thonë një i vogël. S'ke mundur të gjesh asnjë herë punë, asnjë ditë të vetme? Asë një ditë. Pra, nuk e ke provuar të punosh një ditë të vetme, të marrësh ato para dhe t'ja dërgosh mamit. Sa do doje ti të ndodhte kështu? Shumë. Po me shkollën si ke raportet? Dëshiron të shkosh në shkollë? Anë dëshiroj se të zishe që kanë hitë ashtoj një në rëgjiste, unë s'kam nevoj që më përshemë me bëj gabime, se unë kam të anë shkollë që se kam bërë për të në. Du që përshemë me bëj gabime me mëra. Jesh mu marrë vesh me fjallë. Pra, bashkëmoshatarët e tu tregojnë për një mësuese e cila i qëllon? Po. Dhe në qoftë se do ndodhte me ty kjo gjë, Normalisht s'do të shkoja. po si sillen bashkëmoshatarët e tu kundrejt kësaj mësuese që qëllon Nuk nxënësi? shkojnë në të mësim, nuk shkojnë. Nuk shkojnë në orën e saj. Edhe ky një fakt ronditës. Po, Dhe ti këtu je stepur? po. Çfarë lëndë jep kjo mësuese? Di duket matematikë. Të duket matematik. Dhe në këtë këndvështrim ty të duket shkolla gogol? Po. Dhe prandaj nuk kërkon të shkosh? Më mirë, ti e di që shkollën do ta fillosh pikërisht aty ku e ke lënë. Nuk do shkosh aty ku janë bashkëmoshatarët e tu. Pra nuk do kesh këtë mësuese, apo jo? Ke dëshirë të mësosh? Kush është profesioni që do të pëlqente më shumë, apo lënda që ti dëshiron më shumë? Në fakt më pëlqen matematika, në qysh klasë të kam kanë më njëri. Kam pas qef në një për elektricist, po së më në mësës. Megjithatë, duhet përfundosh ato vite që ke lënë pas, për të kapur ritmin e bashkëmoshatarëve të tu dhe më pas të plotësosh ëndrrën tënde për të bërë elektricist. Pse elektricist? Më thuaj pak. Më pëlqen se di është një lloj pune që nuk do më pa shumë. Pra shkoni ke profesionet më thjeshta, të mos derdhni shumë djerës. Që më pëlqen se di pse kam qenë se është pak më e lehtë për mua. Shoh më realizohet se di kam një ëndër që më realizu një gjë. Mirë, do kthehemi pas pak së bashku me ty me nënën tënde, por pjesa tjetër i takon tërësisht panelit të profesionisteve tona. Pak publicitet, rikthehemi pas pak. Ishte mi jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejt për drejt, përpara se fjalat kaloj edhe një herë tek specialistët tona, do doja të flisja pak atë që po diskutonim gjatë hapësirës publicitare në lidhje me profesionin që kërkon Shabani. Shaban të pyeta gjatë hapësirës publicitare që a merresh ti në këtë moment ku të zhdjegur shtëpia me ato gjërat elektrike? Pak a shumë, po kur ardhi elektricisti, i njëjtën kërë që në mësu diqa më shumë, mësova se si mund me vuj prizë dhe i qilës, këta në gjama tjetër nuk mujta e mësu. Mësove vetëm si vjetë priza dhe qelsi? Vetëm ka që mësove nga ustaj që erdi në shpinë tënde? Ndërkohë që nëna jote diçka po thoshte përpara se të hynim kur po jepe i sigla e kësaj pjese, më thuaj Shamila, ti nuk je as pak dakord me këtë profesion? Pse? Me punu tash në këtë moshë, ja. Me mbashtu Mirë, një shkollë jo, punë jo? Pa, shkollë pa. Shkollë po? Pa. Dhe ti më thua që je një nën që e ke kërkuar drejtën tënde për të shkolluar fëmija. Pa. Po mirë, më jep një arsye tim dhe kush ti ka mbyllur dyert? Kam shku me marrë librat, më kanë thënë nuk e ke këtu. Ku?
Ku Qamile? Te lagja Liria, dhe me thonë, kanë thonë nuk e keti këtë zonë. Po pse ku je regjistruar ti? Në çfarë njësie administrative të Shkodrës? Te 4 shi. Po, ke 4. Po. Dhe po aty kërkove? Ata janë drejta tona, aty ku është për ne për me shku me marrë, aty duhet me shku. Ata më kanë thonë Shabani si përfiton librat, këto duhesh me shku me able. Për çfarë vitesh bëhet fjalë? Sepse ai e kalon që në klasë 3. Po, unë që në klasë 3 kam shku vetëm klasën e 2, se unë i kisha, dhe me thonë për me able librat. Kam shku edhe kur vjen koha nuk mi ka ndhanë ata librat, atëherë jam detyruar me able vetë. Edhe këtë vit ke shkuar? Jo, këtë vit jo. Sa vite ke pa shkuar dhe pa trokitur? Tash 3 vjetë qysa e kalon. Njëherë kam trokit. Kam trokit në për shumë. Njëherë dhe je dorëzuar? Edhe nuk asnjë gjë. Të kuptoj. Më duket Qamile se për te shkollës që do për djalin, më duket se nuk të pëlqen profesioni që djali ka zgjedhur. Po. Të pëlqen profesioni? Po. A të pëlqen? Po ta ketë shkollën. Të ketë shkollën dhe më pas të bëj profesionalen. Po, shumë mirë. Megjithatë ju jeni ende në kohë. Me punuaj, me jo, pa diskutim të mos punoj, por edhe të rri gjithë ditën dhe pa i shkolluar. Pak të në shkollën. Vajza, çfarë diskuton për djalin i cili nuk është shkolluar? Çfarë thot motra për vllajin? I vjen keq. Mirë. Fjala kalon më njëherë për avokatën zonjën Nexhi Beqiri, që më sa duket është në konsult të drejt për drejt edhe me psikologen. Jam kurioztare të di bisedat që po bonit në këto. Ishin biseda revoltuese më duken pak, e para njerë nuk mund të loj jashtë vëmendjes atë që tha Qamilja që ditën që u divorcova, gjithçka shkoi të atë pjetë. Ndodh kështu. Ndodh kështu, sidomos për ato femra të cilat i besojnë gjithçka një martese. Gjërat kanë ndryshuar shumë. Ka ndryshuar edhe në Shqipëri. Kështu që femrat duhet ta kenë të qartë. Prandaj dhe po insistoj dhe për djalin, ashtu si dhe për çdo lloj femre, që në këtë jetë vjen vetëm, natyrisht krijon një lidhje në çift, por nuk mund t'i besosh jetën tënde dikujt tjetër. Në kuptimin që është pozitive kur ti gjen një bashkëshort dhe organizon një jetë të bukur, krijon një familje të bukur, ndihmoni njëri tjetrin për anën ekonomike në çift e tjerë, por s'mundet që të besosh totalisht jetën tënde bashkëshortit. Në kuptimin që do të punosh vetë, të kesh të ardhura, të mendosh që do plotësohen nevojat e fëmijëve, do jetohet çdo ditë, kështu që të paktën ne kemi parë këtu në studio, kemi pafund femra, sidomos në zonat rurale, të cilat ja besojnë gjithçka një martese. Pranojnë dhe martesa që janë të pavlefshme, martesa ka pat raste tamam të pavlefshme se me të smur mendor, që kanë sjellë dhe fëmijë me probleme mendore, kështu që jeta duhet të përballuar nga personi vet, pastaj çdo lloj lidhje që krijohet kur është e favorshme, është një plus i madh, sepse krijon një familje të shëndetshme, krijon fëmijë që janë të rritur mirë e kështu me radhë. Doja të ndryja pak zonja Nexhi këtu, jo për të replikuar me ju, por Qamilja tha që unë nuk doja të martohesha, por me sa duket martesa e fundosi. Dhe erdhën hallet njëra pas tjetrës sepse u bën nënë e 2 fëmijëve. Qamilja nuk është e brezit vjetër, është 32 vjeçe, që do thotë që këto fenomene vazhdojnë akoma. Do më thonë, martohen vajzat shumë të reja, martohen me një njeri i cili nuk është i përshtatshëm, divorcohen pikërisht mbas 2 vjetësh, divorcohet. E more vesh arsyen? Pse ishte divorcuar? Sepse nuk arrinte një adoleshente të përballonte jetesën. Rregullin, pastërtinë dhe gjithçka tjetër që kërkonte bashorti. Që ndoshta u merrsha vetë fëmijët e mi. U merrja vetëm me fëmijët. Unë isha fëmijë 16 vjeçë dhe u merrja vetëm me fëmijët. Sot që kam arritur të kuptoj se kush është rëndësia e familjes, paktën këto janë fjalët e Qamilës, sot unë jam e gatshme ta krijoj një familje, por jo në atë kohë. Kjo është një viktim edhe kur vinë raste e mentalitetit shoqëror. Kur vinë raste të tilla konkrete, natyrisht që njerëzit edhe dëgjojnë edhe duhet të reflektojnë. Sepse ka akoma që i martojnë vajzat shpejt, thjesht për t'i hequr nga dera e shtëpisë, thjesht për të mos mbajtur më detyrim. Prandaj dhe është rasti më konkret, ai vetë pohon që unë s'kam ditë se çfarë bëj me atë familje. Dhe nuk ka vetëm vajza. Ka dhe djemë të cilët krijojnë një lidhje, përfundojnë në martesë pa ditur se çfarë do bëhet me atë martesë. Nuk e përballojnë dot ose psikologjikisht nuk janë të përgatitur për atë lloj martese. Dhe çfarë ndodh?
E para, ai ka gjetë një arsye, po është e drejta e çdo bashkëshorti që të mundet ta zgjidhë një martesë, ne problemin këtu e shtrojmë, që Qamilja i ka besu atij, po Qamilja akoma nuk i beson shumë vetes. Shumë mirë që kujdeset kaq shumë për fëmijët, që është e kënaqur për vajzën e vet, po ka bërë përsëri një gabim, ka lënë djalin pa shkollë. Me vërtet ka qenë smur 3-4 muaj, por duhet patjetër të ishte interesuar që të mund të vazhdonte vitin tjetër shkollën. Qamilja thot vitin tjetër trokita, por nuk ma hapën më kurrë atë derë. Ja, nuk Paktën duke marrë parasysh atë që thot Qamilja, nuk ka interes këtu në këtë pikë që të mos thotë të vërtetën, sepse ma thotë edhe djali, unë dua të besoj djalin. Po djali ka lënë klasë 3, domethënë ka rreth tani 7 vjet që ka lënë 4 vjet që ka lënë shkollën. Duhet patjetër të gjendet një zgjidhje, ka shkolla me korrespondencë, të shkojë 3 herë në javë, të mund të vazhdoj studimet dhe pastaj të mund të bëj dhe ndonjë kurs kualifikimi ose nga ato shkollat profesionale. Pra Qamilja duhet mendoj se si mund ta fusin në jetë këtë djalë. Kështu që përgjegjësia e nënave dhe baballarëve normal, por e nënave që kanë një sentiment shumë herë më të madh, një dashuri shumë herë më të madhe, themun për fëmijët e tyre, është jo thjesht i rrisin fizikisht, po t'i përgatisin për jetën. Edhe kështu që Qamilja duhet mendoj që qëllimi më i madh, ose si thosh, detyra më e madhe tani është për djalin, të mundet të arsimohet, sepse nuk ka çfarë bën. Mund të ketë një ide dhe vetë djali, mund të ketë Qamilja një ide që ndoshta motra e tërheq në Itali, një ditë, ose ndoshta dhe babai përmirëson marrëdhëniet me djalin, sepse nuk ka asgjë që është definitive, është djali i tij. Mua më duket që zotëria emocionalisht nuk e përballon dot bisedën me djalin. Po do ndryshojnë gjërat, se dhe djali do piqet dhe ndoshta do ta vendosi ai mënyrën se si do komunikojë me baban e vet. Po problemi është edhe në Itali të shkojë, nuk mundet, si thua, ta ndjek, të mësoj si duhet gjuhën, të mund të përshtatet pa një arsim. Gjithnjë njerëzit që kanë një arsim bazë themelor, që janë të qytetëruar, që kanë marrë kulturë të përgjithshme, e kanë shumë lehtë që të zotërojnë dhe një gjuhë të huaj, të mund të marrin një profesion, të mund të integrohen më mirë dhe një vend të huaj. Kështu që nuk do ta mendojmë që zgjidhja është o burrat, kalojmë kufit, edhe të gjejmë më mirë veten tonë, jetën tonë. Institucionet shtetërore dhe vendore, ku është roli i tyre me monitorimin e këtyre rasteve? Sepse pak kohë dhe pak muaj më parë, vetë Ministri e Arsimit në një komunikim të drejtë për drejtë me korespondentin tonë Enver Doçi tha, nuk është e vërtet që ne kemi fëmijë analfabet, po ja ku biem raste të tilla të drejtë për drejta dhe mu në qendër të Shkodrës dhe asnjë nga institucionet nuk e monitoron këtë të ri se çfarë bën. Para njerë unë do kaloj në anën ligjore të problemit. Së pari kam një vërejtje dhe nuk ka pse bën Qamilja kompromis, edhe babai ka detyrim edhe për djalin. Ashtë më tepër që edhe në kushtet në cilat ndodhet, ka detyrim ligjor që të mundet paguaj për djalin. Nuk e kam parasysh vendimin gjyqësor, megjithatë janë ndarë fëmijët në mënyrë të barabartë. Po nuk është ndarja e detyrimit ushqimor, nuk ka ndarje. është i detyruar babai për të dy fëmijët. Po nuk e dim çfarë jetë e bën babai. Po mirë, ka detyrim aq sa merr, do nëse nuk jep dot 200 euro, do japin 100, nëse s'jepin 100 euro, do t'japi 50 patjetër. Është detyrim ligjor. A ja ti kërkuar ndonjëherë Qamile këtë që thot zonja? Jo. S'ja kam kërkuar. Po s'ja ka kërkuar, prandaj dhe neve këtu diskutojmë këtë gjëra që e ke të drejtën tënde të lishme të kërkosh derisa të mbushi djali 18 vjeç të kërkosh që ish bashkëshorti juaj të paguaj për djalin. Se shka detyrim për vajzën, do paguaj dhe për djalin. Pavarësisht se ai ka krijuar një familje të re. E ka detyrim ligjor, është prindi tyre. Kalojmë ke problemi i shkollës. Është një problem shumë i rëndësishëm. Këtu kemi patur një rast edhe nga Librashti, që të dy fëmijë të moshës 6 edhe 9 vjeç nuk shkonin në shkollë. Domethënë këto janë raste, si thua, skandaloze. Ndonjëherë nuk e mendojmë dot se mund të ketë fëmijë që nuk shkojnë në shkollë fare, po ja që ku e kemi rastin konkret. Edhe mos tjetë në Shkodër dhe tjetë dhe në fshat, e ka detyrim ligjor, komuna, njësi administrative, që e ka të gjithë, si thuash, situatën e qendrës që administron, moshat e fëmijëve, ka gjendjen civile. Normalisht duhet i verifikoj cilët janë nxënësit që vazhdojnë shkollë dhe cili është jashtë këtij detyrimi. Është detyrim ligjor, të paktën deri në klasën e 6 që është pjesa e parë, dhe pasaj pjesa, domethënë sekondare, ose si thonë, shkolla e mesmet 9 edhe 3 vjet të tjera e kështu me radhë. Pra është detyrim ligjor. Në qoftë se e pengon mamaja, në qoftë se e pengon familja, gjobitet nga njësi administrative, natyrisht është pikërisht shkolla që raporton për këtë gjë, por në qoftë se
Ka arsye të tjera ekonomike, duhet patjetër një bashkëpunim midis njësisë administrative, bashkisë, bashkë me familjen që të mundet librat falës, të mund të sigurojë dhe ndonjë ndihmë apo asistencë sociale, që në mënyrë që fëmia, kjo është kryesore, të mund të vazhdojë shkollën. Ç'mund të bëjë një fëmijë 14 vjeç çdo ditë jashtë dyrëve të shkollës? E mendon atëherë do filloj se do jetoj, do vishe, do mbadhet. Atëherë janë kontingjent dhe i krimit, i akteve të dhunshme, i akteve të vjedhjes e tjerë të mund të siguroj jetën. Dua të sjell një paralelizëm që pak kohë më parë në studion e emisionit Me zemër të hapur kemi diskutuar për një nuse e cila i kërkonte publikisht vjerrës së saj falje publike dhe në rastin konkret zonja Festime, teksa u përball me vjerrën, avokati që ishte i ftuar në studion atkoh zoti Eduard Mullaraj e detyroi zonjën nëpërmjet politikave të Bashkisë Tiranës të përfitonte bonusin e qeras 100%, por me detyrim që vajza 15 vjeçe të shkonte dhe të studionte. Pra, Bashkia e Tiranës ja vuri kusht për të përfituar bonusin e qeras, ti duhet të shkollosh vajzën tënde. Ky është rasti më i mirë tipik që mund të bëjmë ditën e sotme edhe me negociatat, me zyrat e punës, ndoshta në qytetin e Shkodrës, por edhe nëpërmjet kryetares së bashkisë. Nëse zonja kërkon një vend pune, apo kërkon që bashkia të japi për shkak të shtëpisë që i është djegur një ndihmë financiare për ta rimëkëmbur nga fillimi, do të ta detyrojë që djalit shkojnë në shkollë. Këto janë politikat që duhet të ndiqen. Këto janë politikat që bën bashkia dhe në Tiranë kemi parë raste nga më të ndryshme, shumë pozitive, shumë inkurajuese të zgjidhjes së problemeve. Këtë gjë mund ta bëjë dhe Bashkia e Shkodrës. Por doja të meqenëse është rasti mund të përmendja edhe një gjë tjetër, që është shumë e rëndësishme për komunitetin në Shqipëri. E mendoni digjet shtëpia dhe nuk merr asnjë lloj të ardhurë. Domethënë që Amelia është në, si thua, në një shtëpi të shkatruar totalisht, pa dyer dritare, nuk ka asnjë të ardhurë e tjerë. Marrë shkas nga ky rast për të tërhequr vëmendjen që në gjithë botën bëhen siguracionet. Bëhet siguracioni jetës, bëhet siguracioni i shtëpisë, kështu që në Shqipëri nuk e mendojnë njerëzit këtë gjë, po e shikon se e rëndësishme është. Po prej një viti zonja ishte pa punë, jeton vetëm me vaktet që i japin njerëzit rreth rrotullt. Po, prandaj them po, domethënë kjo është një tërheqje vëmendje për një gjë që nuk është thjesht për sot. Është një, si thua, tërheqje vëmendje për jetën. Ka siguracion të jetës, ka siguracion të shëndetit, ka siguracion të shtëpisë, në mënyrë që në rast se ajo digjet të mund të marrë shpërblim nga kompania e sigurimit dhe tani Amelia nuk mund të ishte në rrugë të madhe, por mundet që shteti i merr të kompania e sigurimit i merr përsipër që të riparojë shtëpinë dhe të vazhdojë në kushtet në saj. Ndërkohë që puna e gazetarëve tona ka filluar që në momentet e para të transmetimit të drejt për t'i rikthyer një buzëqeshje ditën e sotme zonjës Qamile. Por çfarë ka ndodhur? Teksa kemi telefonuar kryetaren e Bashkisë Shkodrës, zonjën Ademi, ajo vazhdimisht në numrin e telefonit na e mbyllte dhe ne u detyruam t'i dërgonim këtë mesazh që na i jep regjia në këto momente. Përshëndetje zonja Ademi, gëzuar 8 marsin, ju kontaktojmë nga News 24. Jemi duke trajtuar në studio në këto momente historinë e një gruaje nga Shkodra. Ajo jeton në kushte të vështira ekonomike. A mund të kemi një telefonat me ju? Faleminderit. Në këto momente tentojnë gazetarët të rimarrin përsëri zonjën Ademi, numri i saj telefonit na delizon. A mund të them një gjë? Sot është ditë feste, organizimesh, unë e kuptoj, sido që tjetë, unë besoj fort, duke e njohur zonjën Ademi që mund edhe mbas transmetimit të sotëm do reagoj për rastin konkret. Por zonja duhet marrë parasysh, pa vajtur djalin në shkollë, nuk ka asnjë zgjidhje të problemit. Jo, mund të them diçka për komunikimin? Po. Kur zgjidhen këto përfaqësuesit, janë përfaqësues të komunitetit dhe kërkojnë votën me insistim, edhe premtojnë, dhe pastaj harrojnë. Minimumi etikës, një petit mesazh, thot francezi, që do të thotë, dërgoj një përgjigje të vogël. Jam e okupuar, cakto një njeri tjetër të mund të kontaktoj, sepse bashkia nuk është vetëm Voltan Ademi, ajo ka të gjithë sektorët që administron jetën e komunitetit, sepse është në shërbim të tij dhe mund të caktoj personin e duhur që të komunikoj dhe të mundet këtu, sepse është një emision që ndiqet nga pafund njerëz në Shqipëri dhe jashtë saj. Do të mendoj që s'është imazh i mirë i përfaqësuesit të komunitetit kjo mënyrë që mbyll telefoni dhe nuk përgjigjesh. Nuk kemi gjë përpara një votimi të tillë
si që bëhet kur zgjidhen Mund të jetë me kryetarët e bashkisë. impenjime profesionale, mund të jetë në një Nuk është mbledhje, gjë, mund të jetë në një po, sot konferencë, pa justifikuar, Janë mjetet moderne, transferoje apelin, mesazhin tek personi i cili duhet përgjigjet dhe duhet kontaktuar. Përfiton pak në këto ditë festash administrata publike dhe këtë e dim se si festojnë ne shqiptarët, ndoshta zonja Ademi edhe mund ta ketë referuar, por administrata përfiton nga këto shkurtimet e orareve, festimeve. Në këtë rast si 8 marsi përfitojnë ndoshta edhe pjesa e meshkujve. Gjithi mbajnë telefonat me vete, një mesazh të shkurtër mund të ishte përgjigjur. Megjithatë të shpresojmë që deri në fund unë shpresoj fort që zonja Ademi, duke qenë grua dhe duke dëgjuar këtë rast, pa diskutim që do na kontaktojmë menjëherë sapo ajo të gjendet e lirë në të përditshmën, sepse nuk e dim ku ndodhet në këtë moment, mund të jetë në një mbledhje edhe shumë herë më të rëndësishme, jo duke festuar, por sido që të jetë mund të reagojë në këtë rast dhe unë shpresoj dhe ja uroj, por duke vënë kushtin tek Qamilja që djali të shkojë dhe të studiojë. Apo jo. Përpara se të kaloj ke Lorela, unë dua të vazhdoj pak bashkëbisedimin, ndoshta me Shabanin, për të dhënë indicio edhe në atë që ti do thuash. Shaban, si është marrëdhënia jote me babin? Nuk e di, është komplet skandal, ndërsa ai nuk mund të folë mu paktën më japën e një, paktën se më rrgoj fje shpinë, nuk mund me jetu ishto. Nuk duhet të të kthej shpinën se nuk mund të jetosh kështu, apo jo, këto janë fjalët e tua, Shaban. Mirë, kur e ke parë për herë të parë fizikisht babin? Njësoj janë. Njësoj, ngjan shumë, ë? Më duke sikur ishte të shikon pasqyrë. Sikur po shikoj vetëm pasqyrë. Batutat që si mungojnë shkodrën. Sa zjati biseda fizike, sa qëndrove? Asi sekant. Qamile në këto momente nuk duhet Kam flasësh kanë ti. vetë aty dhe më ka bërë shumë përshtypje. Qamile, të lutem, duhet të flas me Shabanin. Sepse po flas për marrëdhënien e Shabani dhe babi. Apo jo? Si umi që e kohët kena folë, Çfarë tha? sa i arrit. Sa i rrit? Pas i kam folë, si është kam nisë dhe shiku. E shikoje se shifje veten tënde sa i bukur ishe? Original, duke sikur e të folën pasqyrën. Po në ato 3-4 telefonata që ke pasur gjithsej, çfarë shkëmbeni ju me njëri tjetrin? Si, mirë është duke shkash nuk ka një lidhje më shumë, ose i kontakt më tepër thjesht si i mirë. Mirë, në qoftë se nëna jote i drejtoi nënës së saj ditën e sotme një mesazh shumë të bukur, në fund të këtij emisioni mendohu se çfarë mesazhi do t'i thuash babit tënd drejt për drejt nga studio e emisionit Me Zemër të Hapur. Jam e sigurt që na ndjek. Për këtë të garantoj. Lorela, në lidhje me gjithë historinë që kemi trajtuar ditën e sotme, kush do jetë komenti yt, ku do fokusohesh më tepër? Faktikisht nëse, ashtu si që thashë nga fillimi i herës, mua më duket rasti më tipik ose ku janë mbledhur gjitha betejat që bën gruaja shqiptare. Sepse edhe nëse sot kemi një 32 vjeçare që është shumë e re, po që fatkeqësisht është herë e pa punë, është e pa shkolluar, nuk di çfarë të bëjë me jetën e saj, dhe përpasoj nuk di të jetë asnjë sistem shumë i mirë referencë apo model dhe për fëmijët, do të thotë nuk di ku të drejtohet shpeshherë, nuk e di që për shembull bashkëshortit dhe nga ana ligjore duhet t'i kërkoj dhe për fëmijën tjetër që është këtu e gjitha këto, kemi të bëjmë në mënyrë direkte me atë që thamë që në fillim, pra duke marrë shkas edhe përsëri nga 8 marsi. Është roli shumë i dobët i gruas shqiptare që ne kemi në këtë shoqëri dhe në këtë realitet. Nëse është martuar kaq e vogël dhe ka mbetur pa shkollë etj, këto janë dëme që faktikisht ajo i ndjen edhe sot e kësaj dite. Sepse mbas edhe po të kishte një arsim profesional, në një farë mënyrë do dinte pak më mirë se çfarë të bënte me jetën e saj, apo jo. Atëherë, të kërkoj pak në ndjesë, Lorela, se ka mbritur një telefonat që më sa duket njoftohem nga regjia shumë e rëndësishme ditën e sotme për këtë transmetim të drejt për drejt. Alo, përshëndetje? Alo? Përshëndetje? Përshëndetje. Në radhë parë falenderoj që u bëre pjesë e emisionit Me Zemër të Hapur. Qamila, kush është? Adelina? Adelina, përshëndetje? Përshëndetje. Adelin? Alo, ma? Ha, my mom. Ma gëzuar se të mashtin, të uroj gjithë të mjetë, dhe të kesh një sa më të lumtur gjithmonë. Faleminderit, my mom, bashkë me ju. Mami është këtu të emisioni Me Zemër të Hapur. E di se po na ndjek. Faleminderit shumë edhe emisionit. Adelina, si e zemër?
Mirë, faleminderit. Ju? Në këtë studio kam edhe vllajën tënd, Shabanin. Po, Shaban, Ha, Adelin. si je? Mirë, për ti si dukesh? Mirë. A ke ru mamin? Pa. Adelin, më dëgjoj pak. Mami është krenare për ty. Më tha që je një nxënëse e jashtëzakonshme dhe kërkon të studiosh për mjekësi. Me gjithë forcët e mia jam të mësu që kem një profesion para. Të bën dikush një jetë për mamin tim të jetë krenare për mu. Në fakt është krenare për ty, Adelin. E ke bërë krenare në nënën tënde. Po, Të përshëndes e dashur, vazhdo kështu deri në realizimin e ëndrrës tënde. Të vazhdosh me të gjitha dhjeta, sepse në Itali nuk është e lehtë ti marrësh nota kaq të mira që merr ti, dhe më në fund të arrish profesionin tënd si mjeke. Ta uroj me gjithë zemër. Gëzuar 8 marsin zemër edhe ti, se sot festojnë të gjitha femrat kudo që ndodhen. ju uroj dhe ju dhe shumë faleminderit, ju uroj dhe gjithë në të tjera. Faleminderit shumë zemër, faleminderit për këtë dhuratë të jashtëzakonshme, për këtë kujtim kaq të bukur për nënën tënde. Të puth fort. Edhe unë po shumë. Rikthehemi me këto emocione që na bëri me të vërtetë të prekemi të gjithë. Lorela vazhdo sepse kam pa mundur. Se mama të preken më shpejt. Lorel. Okej, po flisnim për pjesën e fuqizimit të rolit gruas e gjitha këto. Faktikisht në këndvështrimin social psikologjik unë i shoh gjithmonë si betejë të grave që shpeshherë janë shumë të vështira dhe të humbura në realitetin shqiptar. Megjithatë, për dal pak nga kjo, domethënë, për ta bërë pak më globale çështjen, ne mund të vëmë re edhe rolin e madh që ka shoqëria, sepse kemi të njëjtën situatë, domethënë dy fëmijë, këtu kemi djalin 14 vjeç dhe atje kemi dhe vajzën, e cila dua të them për rolin e shoqërisë dhe të shtetit se sa i fuqizon. Po ta mendojmë, ne kemi të dy anët e një medalje, që këtu në Shqipëri, domethënë rasti dhe fati i djalit është shumë më i trisht, mund të themi, pak më fatal, është më pak dritë, ndërkohë që kemi vajzën atje dhe është e njëjta situatë, pra ata janë shumë afër me moshë, po pse? Sepse ajo është në një vend evropian dhe ajo po shkëlqen me mësime ose të paktën është shumë mirë, ka aspirata, ka ëndra të cilat do t'i ndjeki. Ndërkohë që këtu ne kemi të kundërtën e situatës, pra kemi djalin i cili ka braktisur shkollën. Dhe kjo nuk tregon gjë tjetër përveç se flet edhe një herë, si në shumë herë të tjera për rolin që duhet kishte shoqëria apo shteti dhe në këtë rast, sepse sigurisht që është prindi ai që orienton dhe edukon. Megjithatë, ka raste dhe momente, siç mund të ishte ky, që shteti ai i cili duhet të marrë ato frenat në dorë, ose siç ka ndodhur për shembull me Qamilën që e kanë martuar 15 vjeçe. Dhe një herë këtu kemi atë fatalizmin e gruas dhe të vajzës shqiptare, e cila një moment që është në udhkryqje, ku të shkojë, do shkojë o tek nga familja e vet që nuk e përkrah më ose nuk ka mundësi, do të shkojë tek burri. Pastaj burri e lë dhe kjo mbetet pa shtëpi, pa rrok, pa prom, pa asgjë. Mbetet mes të katër rrugëve, mbetet dhe me fëmijët cilët nuk di se ku t'i çojë. Do të thotë që është një kalvar shumë i gjatë vështirësish dhe probleme që janë në kurrizë. Lorela, do doja një mendim tënde të fundit për dy fëmijët, njëri me një të ardhmë shumë të mirë, me shumë sakrifica, që e bën Qamilën të ndjehet nënë e realizuar dhe nga ana tjetër e kundërta e vajzës djali i cili nuk arrin as të shkollohet dhe të jetë si të gjithë bashkëmoshataret ose të jetë paktën si motra e tij. Po pra, janë dy fate të kundërta, atë që po thonim që fillim, dy krahe të kundërta medalje. Dhe në këtë rast nuk si shtyhen dhe afrohen dy krahe të kundërta, duke ju referuar tani edhe ligjeve të fizikës? Ata janë të kundërt për sa i përket si shtyhen dhe si tërhiqen ato ndaj njëri tjetrit. Ata janë të kundërt për sa i përket realitetit në cilin jetojnë dhe këtu kemi atë që tham rolin e shoqërisë, shtetit e tjerë ndërgjegjësimit, sa i fortë është shteti. Megjithatë nuk ka asgjë për të shtyr sa i përket sepse ata janë një gjak, janë motër e vëlla, derisa kanë komunikim, shkojnë mirë me njëri tjetrin. Kjo është shumë e mirë dhe pozitive. Përfshir këtu dhe aspektin që ne po diskutojmë. Pjesa që shtyn besoj shumë këto pole të kundërta është presioni i mentalitetit, themun, vajza që rritet në një tjetër mentalitet dhe djali që rritet në një tjetër mentalitet. Janë të ndryshëm për nga jeta që bëjnë, po kjo sigurisht që nuk ka pse ti pengoj dhe nuk i pengon, konsideroj unë, në marrëdhënien afektive që ata kanë motër vëlla me njëri tjetrin. Ta shpresojmë.
Ta shpresojmë dhe t'ja urojmë të dyve që kam të ftuar në këtë studio, duke shpresuar që këti misioni që kemi ndërmarrë ditën e sotme përsipër t'i shkojmë deri në fund, derisa djalin ta shikojmë të ulet në bangat e shkollës dhe derisa të realizojmë diçka qoftë nëpërmjet punësimit, qoftë edhe nëpërmjet rikonstruksionit të shtëpisë që është djegur. Sido që t'jetë, diçka do bëjmë me zonjën në fjalë. Pra, sot është vetëm hapi i parë, Qamile, këtë ta premtoj, do t'i rikthehemi historisë tënde derisa ti të marrësh një rrugëzidhje si të gjitha personazhet e studios emisionit tonë. Faleminderit. Ndoshta ditën e sotme të falem vetëm atë telefonat të vajzës që na preku të gjithëve, por që në ditët në vazhdim puna e stafit do vazhdoj. Dhe do të rikthehemi përsëri në këtë studio. Dhe unë shpresoj që kur të rikthehemi fitore. Ju falenderoj duke ju uruar një ditë sa më të mbar, sa më të bukur. Festofshit ashtu si dëshironi. Faleminderit. Zonja Nixhi nuk e ka për pjesë këtë festimin, do atë protestën, ngritjen e zërit, të luftoj për të drejtat, apo jo, zonja Nixhi? Apo diku një kafe, pasi lidhesh me gratë aktiviste? Përpara disa vitesh më dalon një nga televizionit, ishte Ora News, në rrugë më thotë ma çfarë feste është, thotë i them unë që është për të drejtat e grave. Thotë po unë për vete thash kam luftuar, thash, kështu që meritoj që të kem shpërblimin e dur. Por Qamile dhe për shoqjet e saj. Kështu që unë dhe Qamile si uroj që të luftoj dhe vetë më shumë dhe kështu do të jetë gjithë armata e grave. Do të ketë një vlerësim më të madh për veten e tyre dhe pastaj të ketë besim tek aftësitë e tyre, sepse janë të mrekullueshme gratë, përballojnë pjesën më të vështirë të jetës në familje dhe plus edhe në punë kur dalin në punë, kështu që të kenë besim që janë shumë të mira dhe që mund të arrijnë dhe të ecin shumë përpara. Ju falenderoj të dyjave për prezencën në këtë studio, falenderoj dhe Qamilen, ke diçka të fundit Qamile për të më thënë? Ju falenderoj ju si staf edhe gëzuar gjithë nanave festen. Gëzuar, ndërkohë që dua të flas me Shabanin, i cili përfiton në këto momente se me sa duket nuk e ka menduar mesazhin për babin. Jepi shpejt e shpejt, Shaban, çfarë do t'i themi babit? Do të them thjesht të më ndihmojnë diçka ose të më qyrin s'dua se sen më shumë për ti. Pra, nga babai kërkon vetëm vëmendjen e ti. Një ndihmë dhe një mbështetje, më tepër morale besoj, apo jo? Dhe unë shpresoj që babi ta marrë këtë mesazh nëpërmjet motrës tënde. Faleminderit që ishe me mua në këtë studio. Miqtë mi, ju falenderoj edhe ju për vëmendjen që na kushtuat ditën e sotme. Vazhdoni të na ndiqni në faqen tonë të Facebookut, emisioni Me Zemër të Hapur. Në këtë faqe Facebooku bëni dhe denoncimet tuaja për të kthyer personazhet të studios emisionit tonë. Ndërkohë, të gjithë ju që nuk na keni ndjekur drejt për së drejti në televizionin News 24, mund të na ndiqni edhe në agjencinë e lajmeve Balkan Web. Faleminderit edhe një herë Balkan Web dhe në këtë fund emisionit dua të uroj veçanërisht 8 marsin dy kolegeve të mia, Ervisës dhe Odetës, ndërkohë edhe të gjithë kolegeve të mia në televizionin News 24. Qofshin për herë të lumtura dhe të realizuara. Po Shaban, ke diçka të fundit për të më thonë? Jo, e mbyllëm bashkë. Atëherë, bashkë takohemi në ditët në vijim, deri atëherë miru takofshim.